Një aktivitet i veçantë është mbajtur sot në Gjakov, ku nxënës nga shkollat e mesme të larta u angazhuan në pikturimin e temës Qyteti i lashtë, me qëllim të nxitjes së të rinjve në jetën artistike dhe kulturore. Ndihem shumë e veçuar edhe shumë e privilegjuar, pasi që shoqëria e cma ndryshe më kanë përzgjedh mu edhe ateljen time për me mbajt këtu. Edhe ndihem me të vërtet shumë krenare që më kanë përzgjedh edhe që jam të punu me këta nxënës shumë kreativ. Ndërsa Erol Shabani, organizatori i aktivitetit, tha se kjo ngjarje është zhvilluar edhe në qendra tjera. Sot jemi duke zhvilluar një aktivitet që ka titullin ta vizatojmë qytetin e lashtë, pra në Gjakov. Një aktivitet i tillë është realizuar në Prizren. Aktiviteti ka karakter garus, pra do të kemi një fitues në fund. Në garë janë përfaqësuesit apo nxënësit nga shkollat e mesme të Gjakovës dhe që përmend, esenca është që nga perspektiva e tyre ta bëjnë një vizatim sa i përket qytetit të lashtë të Gjakovës. Narda Hoda është njëra nga pjesëmarrësit e sotme, e cila vuri theksin te puna e saj individuale të realizuar sot. Sot po ndihem për tema ose shumë e gëzuar. Kam qenë shumë e kënaqur kam zgjedhur për me marrë pjesë në këtë aktivitet, edhe atmosfera shumë e mirë. Sot kam zgjedhur xhamin e Hadumit, është njëra prej xhamive më të vjetra, në fakt më e vjetra në gjithë Evropën, si dhe ka një rëndësi shumë të madhe ka ana kulturore dhe historike. Kjo ngjarje kulturore kishte edhe karakter garues, ku vendin e parë zuri Renea Morina nga shkolla e muzikës Prenkjakova në Gjakov.